me SBA-t. Dialogu strategjik njëherë dikush i veves tha komunikon mirë të bërë ndërprerje, një farë që e mojnë ata si në fushën e mbrojtjes së sigurisë e mojnë aty. Ore, dialogu strategjik nuk është ta flet ti me Trumpin me telefon. Dialogu strategjik përfshin gjitha fushat e zhvillimit, ekonomike, arsimore, të sigurisë, gjitha, diplomatike e tjera, shkollimit e. A dini si investojnë, veç Kosova e ka dirë qilë, sa do në qu. Çdo shtet e ka të limitume, 1-2, kurse Kosova e ka pa limit. Dhe sot jenë mbyllë gjitha këto si rezultati politikave të kurtit. Këto duhet mu lexu nga mërgjimtarët dhe nga qytetarët. Se prishja raporte me Amerikën do të thotë kthemi Serbisë në Kosovë. Do të thotë kthemi Rusisë dhe ndikimit rus në Kosovë, në rajon. Se proksi e Serbisë në rajon, në Ballkan, Irani i Rusisë në Ballkan është Serbia. Irani i Rusisë në Ballkan është Serbia. Dhe gjeostrategjinë e vetë që e ka përmes dhëun dhe dalin në Atlantik për ta izoluar gjoja SBA-n e ka përmes Serbisë dhe Ballkanit. Jo, rastisht ndodhi Krimeja, lufta në Ukrainë dhe kapja e Odesës dhe tendenca për të kap edhe detin zi për para se të skadonte marrëveshja Lozanës për Bosforin. Nuk është e rastit. Pra, kjo është loja që u zhvillu dhe tani me ushy status quo në të gjitha këto objektiva gjeostrategjike ruse dhe serbe, kujt i shërben atë? Kur vetë Departamenti Amerikan i Shtetit thotë, hey, nuk ju konvenon ju duhet ta mbyllni marrëveshjen me Serbinë. Dhe kishte aksiome njohje reciproke. Tani është hek njohja. Tani folet për çështje teknike. Çfarë karakteri? AEP se po tentohet gjithmonë me atë retorikë nacionaliste, me krijuat populizmin dhe me opinionin, me gjëra folklorike. U hap ura. Si u hap ura? Cili është kushti për ta hapur atë urë? Dhe hajde ta studiojmë fizibilitetin e kësaj hapje. U hap ura për të bërë ligjin për shtetësinë, apo? Për këta u hap ura. Cila është ma me pesh tashti? Një urë që ti kur e kalon, këtu ka një mur betoni. Që s'do thotë s'kalon ti tutje sheshit ati, sheshit ku kanë nuat lapidarin e. Pra ti du të më kthy prap, ose në të majtë, ose në djathtë me kalu në urat ekzistuese që janë aty. Ura u hap me çmimin e kolonizimit të Kosovës. Pik. Ura është vetëm një mbulesë nacionaliste e një ligjit që ka me ta kthy kolonizimin e Kosovës si në kohën e Miloševićit vitet 90. I ligjit për shtetësinë. Dhe këta u munduan ta mbulojnë me atë gjoja, po ja u lehtësojnë këtë çështjen e statusit si këtyre që lidhin jashtë apo në luginit për shembull tjetër. Ky ligj është ekskluzivisht për kolonizim të Kosovës. Njëjtë siç ka bërë, po Milošević e bën të mëdhun, s'na ka vetë. Edhe i ka ndërtuar dhe ka provë se ka vetë kërkon. Tash ne po ja u bën vetë. Është vërtet se Kushtetuta e Kosovës thotë çdo serb që në janar të vitit 98 ka qenë Kosovë ka drejt statut shtetësisë. Procedurat duhet të jenë. Por ligji duhet më thonë, çdo serb, por që dëshmon etimologjinë e vet, etnogjenezën e vet, përkatësinë etnike të Kosovës, që ka varë gjyshit e stërgjyshit. Kriteret të Jo, çdo serb që ka pronë të trashëguar që ka konsoliduar në Kosovë. E jo kolonet e Kroacisë të Bosnës e do të vrakës që po dojnë me shkëmbyer dhe konsulata me Kosovë lindore. Prakaqorët janë mbi Shkodër atje. Ata janë serbët që kanë qenë në janar 98 këtu. Një bombe kurdisur. Fati që unë jam lind këtu se unë s'jam konë në janar 98. Një bombe kurdisur për Kosovën. Pra, kjo është kjo është një kurzim. Shife, unë e kam thënë bre, kur i kam thënë, këto e mojnë se kam e ambicie me kurdi, jo bre se kam ambicie me kurdi. Edhe në foltorë, kërë pranoj statutin ndryshe për asociacionin, pra një autonomi territoriale politike, po e pranon edhe vetë, a keni bën deklarata publike, të Blendi Vezirës, e pranon apo një gazetar tjetër. Është të autonomi politike, është një, ata i thonë Republikë Serbe, është një shtet brenda shtetit, e pranon edhe ky. Dhe e ka pranu. Ky kurdi që ka thënë as bëj dialog e lemo me pranu në asociacion. Pra kjo ishte alternativa ndryshe që u bën ofertë elektorale. Por me një veri tash, në qeverisin e Kurtit që ata pretendojnë Berishas që i kanë dhënë kuptim asaj Kosovë të shpallur të pavarur me 17 shkurt. Po, në qeverisin e tyre, zoti Kurti pretendon që veriu i Kosovës ka prezencë të shtetit si kur ma përpara. Burgshteta si i madh i këtij vendit, Hashim Thaçi, nga Haga para 2-3 netën.
Po. Ju tha, Kosova e ka datën e shërimit të vetë me 20 qershor 99. Kosova me 2008 shpallë pavarur dhe deklarata e Shtetit Bashkuar të Amerikës. E njohim shtetin e pavarur të Kosovës në gjëmirë në kufit ekzistues. Në kufit ekzistues. Pra me gjithat veriun mrena. Nuk e ke shtri për shtetin ti për shapodhjune, sa pi bjen aty. 7-8 vjetë. E vërteta është që kishte prezencë të institucioneve të shtetit të Kosovës, të fortë atje. Shumë e vërtet. Shumë e vërtet. Disa gjëra janë në sipërfaqe tani. Shumë e vërtet. E kishte liru Kosovën, ka ndodhur ajo që ka qenë gabim strategjik i uni. Sa ata serbë që mbeten, është 10 milion me jetu aty ku janë. Këtu u bon dhe budallaqe, pe njerëzët papjekur, ose njerëzët që kishin deficit nga lufta dhe deshin me tregu patriotizëm liritash, dhe që ndodhe, serbët u koncentru në enklava, dhe të kriju një enklavat mas lufte. Një model linjor i tyre, që nga Kroacia... Po, shëfe, na i kontribun pak, sepse nuk ditem mos sjell si fitimtar dhe shërimtar. Dhe jo, nuk po flas për luftetarët e Mirëfill. Se mu bëmi kolon, rrërës bëmi. Kom kry mision me ta në vitin 99, tash. Po dullen do këtu tash që i këshin e blenë, se ta bëkeli uniforma, i blenë do uniforma dhe dullen me kalzu patriotizëm. Aty kus duhet me kalzu. Jemi liri, na jemi të forti, na jemi fitusit. Dhe fitusit gjithmonë ka një lloj, si them, generoziteti në raport me humbsin. Edhe Bill Clinton kur ishte në Kosovë, Berisha, më falë për ndërhyre, në një fjalim historik të mbajtur në Ferizaj, ishte i qartë, një fjali shumë kuptim plotë dhe me thonë, ne fituam luftën, ju ndërtoni paqen. Dhe mos guxoni me asgjë ta imitoni Miloševićin në regjimin e tij. Me asnjë veprim politik. Nuk guxoni ta imitoni regjimin e Miloševićit. Kjo është formula, kjo është qelësi sigurisë, me cilin edhe u bë Kosova shteti i pavarur. Dhe çfarë bëjmë ne? U krijum këto enklava. Dhe tani ato enklava janë të etabluara kudo që janë. Ndryshe është kur ti integron, se formula kroate kjo është. Atë pjesën e Podunavljes, dikun 600.000 serbën, gjithë janë asi kriminal që kanë marrë pjesë në krijimin e luftë të Kroacisë. I integruan kroatët. I integruan. Bon marrëveshje, ratifikuan kufirin ndërkombëtar të Kroacisë me Serbinë. Pastaj tha urdhëni tash. Edhe ata lypin asociacion alatje, edhe sa të kësaj dite. Urdhëno tha, unë të drejtat e qytetarëve të Kroat, të Kroacisë i kam të etabluar në kushtetutë. Çfarë po doni ju? Prandaj sot po them një gjendje e fortë të shtetit Kosovës në veri. Prandaj, ne duhet ta theksojmë këtë. A shumë ambicjet e tyne për ta fragmentarizuar, për ta bërë Kosovën? Jo, ka ndodhur kundërta. Të ne, si? Po, është e vërtetë se nga që shuaj deri në vitin 2011, ajo zonë ishte lënë pak asaj, si them, orvatjes ndërkombëtare. Jo, ishte tendenca me i trajtu me një qasje më të butë serbët lokal. Mos me u kryt ashtë i Kosova në një vend agresiv ndaj tyre, pra mos me mitu Miloševićin. Dhe u toleruan. Ata shfrytzuan atë hapësirë për të në llojet e keqpërdërimeve. Bashkëpunuan me besa dhe me shqiptarë, me tregtit ndryshme, fiktive, barteshin veç letrat e hecëshin milionat. Ne kemi ditë këto gjëra. Por amerikanët kanë atë madhështinë, duhet tolerancë. Deri në moment, nuk shtrëngohet me njëherë ki, po, si thujnë në përfshatrat tona, me arreja të rast, shpejt me ashtrëngu, ples. Prandaj duhet qetë, nga dalë, ne ishim të ndërtu shtetin. Ne ishim të i binë serbë se kjo është shteti pavarur. Ju mundi mu që ka pak që ty me thonë, jemi të pagnashune, ovoj e Serbia, ku ta diune. Por kjo nuk është Serbi, mo kjo është Kosovë, dhe ju duhet mu binë çdo ditë më shumë, sa është edhe shteti juj, dhe ju duhet ta respektoni. Dhe doli që? Dhe doli që në vitin 2011, ja qitëm Serbi, 2011, shif sa farë dorimi, pej 25 korrekt, po? Ja qitëm kufi pika doganore. E i tham, ta shka mo me shti kamiona nafte, budallaqe, tregti, që shdushti. Se shtu kufini Kosovës, o dogona Kosovës. Me 2011. A për fillin ju, dinis ne kanë kalla të vrajnë Verzubiri. Kanë rezistuar vazhdimisht. 2014, policët tanë i kanë njekë edhe në për banesa, në për rrugë lagjësh, kriminalet serbë. Dhe qytetarët serbë ju kanë thonë, ju lutëm se na kanë lodhur shpirtin. Unë jam dëshmitar, ku më shku me policët të njësive tona. Në një familje serbe në mesnatë, 11 natë. Ju tha se dini tha, që kur kom letën, tha orajl, kur kom e dalune, kur qika tjetër. Tha ju shkonish tash.
Tha tash vinë ata tjerë. Barikata. Edhe jo, sa bojnë me ne çka dojnë. Po. Se ka të pjesën tjetër që bojnë. Pra i dhunojnë. I ke trajtojnë. Ata komuniteti serb atje ka vujnë për serb vetë, tipi trajtojqiqit. Ata shojnë ndërhyrjen e policisë Kosovës si shpëtim. Pra, u toleruan, u bë marrëveshja 13-s. Afati për implementim për Serbinë ka qenë viti 2016. Nuk i implementoi Serbia, Amerika më dhe okay. Që edhe një afat, 2021. Viti 2021, dini ato zhvillimet e shtatorit, nuk e implementoi Serbia. Dhe Amerika ja kishte dhënë prapa fatin, sikur mos kishte qenë kurti me këtë reformatimin dhe diversionin që e bëni në proces. I kishte dhënë prapa fat. Deri kur ja ndali edhe naftën. Kur e dorëzoi ekonomikisht. Tash i kishte thonë, shko zbatoj marrëveshjet e 13-s. Pra Amerika është e madhe, shifë Rusin. Fundi i Rusisë, varri i Rusisë është Ukraina. E dini se Rusia ka modernizua për Amerikës? Nëse disa kryeministra janë rrëzuar për shkak të dialogut me Serbinë, a nxori këtë mësim edhe vetë Kurti nga mënyra se si komuniteti ndërkombëtar kishte komunikuar me gjithë liderët e Kosovës, duke i futur ata në skema pa shtekdalje, në një proces që në fakt po e shtynte konsolidimin e Kosovës në si shtet e marrëdhënie ndërkombëtare. Mësoi Kurti prej tyre në këtë aspekt, sepse një gjendje tjetër nga ajo që e shohim në veri të Kosovës duket e qartë Berisha. Hajde. Duket e qartë, ki prezencë të institucioneve të forta të Kosovës atje. Tani, sa janë të qëndrueshme, këtë nuk mund ta them. Por aktualisht situata në terren duket e tillë. Domethënë, skemat në cilat të futën krejt kryeministrat e kaluar që s'ka pas shumë, ka qenë marrëveshje finale me njohjen reciproke. Po. Ky është versioni i fundit pas marrëveshjes Washingtonit i Brukselit. All in one me njohjen që u tallë Kurti në kryt, në mes ose në besht. Ai kujtohet në parlament u tallë. Por ishte marrëveshje all in one me njohjen. U zgjat ky proces. Dalu tash. Ky u zgjat den vitin sa erdhi Kurti. U toleruan sjelljet obstruksionistë të Serbisë. U toleruan, normal që u toleruan. Ndërhyrjet e saj. Se për çka po flasim ret? Hajde flasim sa, për çka po flasim? Për një Kosovë që me çfarë fuqi ekonomika, ku ta diun, demografika, ushtaroka, geostrategjike si poziciona i ofrohet botës ose Amerikës në konkret. Përballë një Serbie që në tënë aspektet është shumë më larg se shumë vende të rajonit. Për çka po flasim ne këtu? Përballë një Serbi që mbështetet nga Rusia, nga Kina, nga shumë vende tjera. Çka nuk shkoi mirë, çka nuk u lexua mirë se nuk u lexua mirë gjatë luftës. Nuk u lexua mirë skema në cilën po thuti që fut Kosova. Erdhi te marrëveshja finale all in one me njohjen. Dhe erdhi Kurti jo rastisht, por me projektin për Republikën e Tretë dhe e bëri reformatimin e dialogut dhe të marrëveshjeve. Dhe çfarë solli? Planin franko-gjerman me pikën 7 dhe vetë menaxhimin. Vetë menaxhimi nënkupton të drejtën e një komuniteti për të jetuar autonom apo i pavarur brenda territorit një shteti tjetër. Tipike për asociacionin që ka pranuar Albin Kurti, statutin e cilit ka pranuar dhe që promovon autonominë territoriale politike, që vetaj personalisht e pranon që ka një lidhje direkte me Beogradin. A është më e durueshme një situatë e tillë, një asociacion në zajednisë me një Kosovë më të fortë në prezente në veri? Ja. Kosova është prezente në veri në mënyrën më të fortë të mundshme. Kosova ka pas gjithmonë forcat ushtarake në veri. Ka qenë, por shtrira ishte graduale. Jo, graduale ka pas forcën ushtarake në veri. Në kufi, thujem ti ju. Unë po them forcat e Kosovës. Flamurit amerikan. Unë po them forcat e Kosovës kanë qenë në veri. Me mandat ndërkombëtar për të garantuar ambient të sigurt dhe pacenueshmëri të kufive. Që quhen KFOR, Kosovo Force, veç në anglisht quhen. Për cilat forca po të më folju? Se kjo është në formim. Tema ti logjikën populiste të në partizanëve që ja mushin mendën njerëzve që skuptojnë nga këto tema. Kosova ka qenë mbuluar ushtarakisht permanent prej vitit 99. Permanent. Në veri ka qenë KFOR-i. Ka pas letër 2013. Por sa u minua Berisha nga grupet subversive serbisë. Gjithmonë kanë ekzistuar, gjithmonë do të ekzistojnë. Paça po mbahej e minuar. Paça po mbahej nga prezenca ndërkombëtare.
Direkt. Po, nga prezenca ndërkombëtare po mbahet. Tani po them. Po, edhe tani mbahet. Po. Edhe tani mbahet. Po, është. A dini se ka stabilitet në veri? Derisa s'don Vučići me imi destabilizu. Kaç ka në veri? Apo do më e kletë dushkin kraj kështu. Ku I pja shesin këto pralla, këtë tremnie patriotizëm, me almo kryt atij dronit. E me dalë me kallëzo hobitë. Po të bin Xhelal Sveshla pushjet fare. Xhelal Sveshla? Po. Është njeriu më destruktiv, dhe unë do të po të kisha shërbim inteligjent mirëfill, një FBI, jo këto që e kanë kompromitu. Xhelal Sveshla del në tabor tjetër. Sepse në çdo hetim, Xhelal Sveshla ka dëmtuar, procesin e timor ka dëmtuar, provat dhe I ka thonë sinjal, palës që po jetuaj, kujdesen çdo fushë më ka ndjeki. Edhe sot shifën në ngërmime, u gjet një kallash, u gjet në dogjoja. Këto lidhen, me rementi, dele bën publike në lajm. Unë njëherë u alaj me dyshin shqip një media jona. Shqip ishin. Edhe mu truni ma thëj a ka full sërbisht, a kanë shkru sërbisht, a ka I përkëtu shqipa. Kallëzoj kësi kanë lidhje me një vend ku pas ka të varë masiva tjeti ku brenda Serbisë. Kjo gjurëm është gjetë këtu. Kjo gjurëm është gjetë të këta të vdekur, gjoja të ato balistike. Si ku zënë mërë me dhonë t'i lajmë të, qëfar lajmë I ka hebë? Si del mërë ministri, del ministri, komandanti për drejtori policisë, e të regojnë pralla atje që shkapen armatim, që shpo bonë hulumëtimi që veç prokurori, në shtetë normal, veç prokurori. Po ka I duhet për populizëm e bo patriotizma, gjetë e marë, prokurori fletë për ato tema, veç prokurori. Në shtetin normal ligjor, në shtetin ku dënë ti me fut diktatin e individit, kur dënë ti me instalu atë mendësi se na jemi herojt e këtë këti procesi, vatë shtë si që po bojnë ta. A I duhet më etu, tu s'ka FBI, ka një aki, si ku të kishtë FBI e futën bërg, për dëmtim procesit prokurori specialit bëtë I redutëm, mos jep një deklarata për te asaj që ka duhet më donë. Se një ka dëmtoni procesin e timur. Sepse vërtet në gropime u gjetën do gëzhojat një kalashit. Edhe qajo të gëzhoja u ledhëshen me një armë diku tjetër. Dhe u gjente dora që I ka vra. Ora, nuk mundesh me thonë ti vesh më ka vra I se brisha. Ty du të kriju argumente që ka vra. Në gjyqësi, po. Po du të me kriju me lidhë, gëzhojnë mënyrë balistike me pyetjen e armës, e arma me numër me gjithë ku në regjistruar në cilin oficer, në cilin ushtar të Jugosllavisë, Serbisë. Këta dulen e thanë kanë lidhje me armën që I ka vra. Dhe o burra, ta është ja I shkon e zhduk, nëse unë e kom pas qitë armë, I sen brisha me qitë numër, që kjo dokument zhdukës, ti gjithmonë lidhe gëzhojnë me armën, po kush e ka përdor armën?